Kryeqyteti ka shënuar të parin rekord ajër të pastër që pas vizitës historike të Papa Franceskut. Pas monitorimit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, vetëm në datën 22 shtator në ditën ndërkombëtare pa makina, ndotja e ajrit është reduktuar me gati 50%, krahasuar kjo me një ditë më parë. Tirana, dy nga elementet e cilësisë së ajrit më problematika, grimcat e pluhurit dhe dioksidin e azotit. Të dyja këto parametra në datën 21 kanë qenë mbi normën e Bashkimit Evropian dhe në normë në datë 22, e njëjta ndodh edhe me grimcat e pluhurit. Në datë 21 nënti ka qenë 61.2 dhe në datë 22 nënti 36.77. Në një intervistë për Ora News, kreu i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, Julian Beqiri, publikon të dhënat që e rendisin Tiranën në krye të listës së qyteteve të ndotura dhe më pas vjen Elbasani dhe Durrësi. Tirana ka një mesatare 20-30% mbi normën e Bashkimit Evropian, ku më problematiku janë grimcat e pluhurit. Kemi një mesatare në ditë të caktuara dhe në qytetet tjera të Shqipërisë, po Tirana është qyteti më problematik me këtë element. Zoti Beqiri u bën thirrje pushtetit lokal të investojë në rritjen e hapësirave të gjelbra, si edhe në pastrimin e qytetit me mjete më të sofistikuara.